18 vjet më parë, deputetët e Kuvendit të Kosovës u mblodhën në një seancë që do të shënonte një kthesë historike. Pas viteve të luftës, administrimit ndërkombëtar dhe negociatave të gjata për statusin politik, Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia. Ndërkohë, sot në sheshin qendror të Prishtinës kanë parakaluar pjesëtarët e ushtrisë dhe policisë së Kosovës, si një prej pjesëve më emblematike të shtetësisë së re. Ky 18 vjetor po shënohet i përcjell me një protestë masive të organizuar në mbrojtje të disa figurave kryesore që udhëhoqën luftën e UÇK-s dhe më pas edhe shpalljen e pavarësisë së vendit. Në ceremoninë e mbajtur për këtë përvjetor, prej krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag, ka folur edhe kryeministri Albin Kurti. Në këtë ditë feste nuk i mbyllim syt para padrejtësive. Disa nga drejtuesit e luftës sonë çlirimtare po vazhdojnë të mbahen në paraburgime të stërzgjatura në Hag, në procese gjyqësore jo transparente dhe krejt të pashembullta për praktikat e drejtësisë ndërkombëtare. Ne besojmë në drejtësi, por nuk pranojmë ta revidojmë dhe rishkruajmë historinë. Edhe presidentja Vjosa Osmani ka deklaruar se është e papranueshme çdo përpjekje për të barazuar viktimën me agresionin. Ajo bëri thirrje që të jenë të gjithë së bashku në mbrojtje të luftës çlirimtare. Krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që sot gjenden në Hag, së bashku me mijëra luftëtarë të tjerë dhe me mbështetjen e palëkundur të popullit të Kosovës, u ngritën për liri, për dinjitet dhe për të drejtën e patjetërsueshme për të jetuar të lirë në atë dheun e tyre. Ndërkohë, presidentja Osmani i është bashkuar marshit të protestuesve, ndërsa në krah të saj është parë edhe kreu i BDI-s, Ali Ahmeti. Në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës ka folur edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, i cili ka deklaruar se Republika e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm. Në jetën e një njeriu, kjo është mosha e pjekurisë. Momenti kur ëndrat e fëmirisë marrin formën e përgjegjësisë. Në jetën e një shteti, ky përvjetor është dëshmia se Republika e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm, një shtet sovran. Kosova ishte vendi ku liria vritej, sot është vendi ku liria funksionon, ku liria frymëzon. Urim ka dërguar edhe presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, e cila deklaroi se si vende mike, dy vendet ushqejnë marrëdhënie të mira fqinjësore dhe punojnë në drejt përmbushjes së vizionit të përbashkët për integrimin europian të rajonit. Edhe kryeparlamentari Afrim Gashi deklaroi se pavarësia e Kosovës përfaqëson triumfin e vullnetit të lirë të qytetarëve për të ndërtuar një shtet demokratik, të drejtë dhe të orientuar drejt së ardhmes europiane.